Te Kuksi do më thonë të bëhet një ndër realitet. Lumë për herë të parë me vllahën. Shumë skuadre. Po. Qysh e kujton atë kohë? Do më thonë, ka gjë emocion, a? Është shumë emocion se i ban 3 barra. Po. Në atë periudhë isha edhe kapiteni i ekipit. Po. Edhe do më thonë, unë jam tip që du gjithmonë kur t'jam fush me dhonë maksimumin. Edhe gjithmonë me fitu, ajo është ambicia jeme, fitimtarit. Po masane kur unë e kisha dëshirë me pas në ekip se ishte te Skënderbeu. Edhe thoj se më ndihmon shumë në atë pjesën defanzive. Edhe kur erdhte skuadra Kuksit, normal shumë i gëzushëm se e ki bashkëlojtar. Do një jetën e ke ndru, po ma beso se me rikthi edhe njerë kohën asnjëherë se voj. Ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe si kapiten se duhesh me qenë i barabart me këtë lojtar për shkak se duhesh mi trajtu ashtu. Normal. Edhe kishte momente që për shembull ka pas shumë ndeshje ku e thon me plot bindje që ai do të thon cilësitë ati kanë dalë më pa ma shumë se cilësitë e mia. Ka pas shumë ndeshje që ai ka vendosur me cilësitë e veta, me gollet jashtë zonës, edhe ndina shumë keq se nuk është përmend emri i tij. Se gjithmonë si vllai gjelbrimit te Kuksi edhe normalisht unë mu më peshonte shumë kjo pjesa, sepse me të vërtet cilësit i ka shumë të mira, është i lojtar shumë punëtor, është edhe në shumë momente ka qenë vendimtar, si për shembull në anën defensive, si gjatë vrapimeve, se kishmi kriju një ekip shumë të lezetshëm edhe ishim dhe një anar në vend parë, po mu gjithmonë më dhemte ajo pjesa se nuk po përmendet se duhet më përmendet për cilësitë e veta, jo pse është vllai jam, kupton.